Shampo ju dëmton flokët, ja sa herë në javë duhet t'i lani. Larja e flokëve më shumë se 3 herë në javë mund t'i dëmtojë ato, por përdorimi i tepruar i shampos mund t'i dëmtojë edhe më shumë. Sipas specialistëve, flokët sa më shumë t'i lani aq më keq që do të duken dhe këtë mund ta vërtetojnë vajzat që 3 ditë pas larjes flokët e tyre janë plot shkëlqim dhe volum. Sipas dermatologëve, flokët duhet të lahen me shampo atëherë kur prodhimi i yndyrës është eti i lartë. Kur ju i shkumëzoni flokët tuaj, shpesh mendoni se fuska dhe aroma e mirë mund të pastrojnë flokët, por ç'është e vërteta, flokët nuk kanë nevojë për shkum të pastrohen. Përbërësit e kimikateve të ashpër si sulfati janë përgjegjës për shkumën dhe aromën. Këta agjente hidratojnë flokun dhe eliminojnë yndyrën nga rrënjët e flokëve. Ekspertët thonë se shampo heq qelizat e tepërta të lëkurës dhe vajin nga koka. Ata këshillojnë shampo pa sulfat dhe nëse nuk shkumëzojnë nuk ka asgjë për t'u shqetësuar.